Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetet sociale duke rikthyer sërish thirrjen për dialog me qytetarët në një kohë kur debatet politike për protestat vazhdojnë të jetë ende i nxehtë. Në një postim të gjatë, kreu i qeverisë ka përdorur një shprehje të njohur mbi qëllimet e mira dhe pasojat e tyre duke e lidhur me situatën aktuale politike dhe sociale në vend. Ai ka bërë një ndarje mes qytetarëve të angazhuar në protestë, të cilët i përshkruan simbolikisht si Flamengo Roz dhe grupeve të tjera që sipas tij ushqejnë diskursin publik dhe teori konspirative. Sepse problemi nuk janë flamingot, qëllimi i tyre është i mirë. Problemi është se flamingot nuk pranojnë të dëgjojnë faktet, që diskutojnë zgjidhjet dhe të bashkërendojnë forcat me institucionet dhe me burimet serioze të ekspertizës për të mbrojtur gjithçka duhet, duke realizuar projektin e duhur. Kësaj, ata bëhen vegla të sorrave dhe korbave që i kanë rrethuar. Unë i kam dëgjuar flamingot dhe i kuptoj ata, e respektoj pa paregjykim shqetësimin e tyre, pikërisht sepse ka qenë gjithnjë edhe imi. Ajo që nuk arrit të kuptoj është pse flamingot nuk duan të ndahen nga sorrat që ushqehen me zhurmën, me shpifjen, me teoritë konspirative, me korbat që me budhizimin e me refuzimin kategorik të çdo fakti kërkojnë të marrin peng Shqipërinë. Në reagimin e tij, kryeministri ka përdorur metaforën e flamingove dhe sorrave e korbave, duke e lidhur këtë ndarje me qëndrimet ndaj zhvillimeve dhe projekteve infrastrukturore në vend. Flamingot nuk e humbasin bukurinë e tyre nëse angazhohen në diskutime të dobishme për të ardhmen e zonës dhe rrugën e zhvillimit të Shqipërisë, ndërsa sorrat e korbat mbeten thjesht e vetëm ata që janë qysh prej 28 nëntorit të 1912-s, kur morën në rolin e hijes që përndjek Shqipërinë, por pa shans që të shtrojë një rrugë ferri me qëllimet e mira të flamingove. Në fund të qëndrimit të tij, Rama ka konfirmuar se projekti i planifikuar në zonën e Zvërnecit nuk do të ndalet, pavarësisht debatit dhe kundërshtimeve të ngritura në opinionin publik.